Ndryshimi mes Venezuelës dhe Shqipërisë është I qartë. Kryetaria e opozitës në Venezuelë, Maria Corina Machado, çmimin Nobel për paqen e ndau me presidentin Trump dhe konsiderohet një nga njerëzit më të besuar të SBA-s. Kryetari I opozitës në Shqipëri është non grata nga SBA-ja dhe kërkon t'i heqë çmimin e paqes Altin Dumanit, I dekoruar nga SBA. Presidenti I Venezuelës, vendi me rezervat më të mëdha të naftës në botë, refuzonte çdo marrëveshje tregtare me SBA-n dhe ishte një kërcënim ideologjik kundër Washingtonit. Kryeministri I Shqipërisë ka nënshkruar çdo projekt me dhëndrin e Trump, qeverinë amerikane dhe NATO-n. Maduro nuk drekonte as me Ivanka Trump, prandaj ndryshimi në Shqipëri nuk vjen nga Trump. Komentet që thonë se SBA-ja mund të sulmojë Shqipërinë vijnë nga idiot të pashpresë, të mashtruar pikërisht nga ata që Amerika I ka në listën e zezë. Ndryshimi në Shqipëri do të ndodhë vetëm kur vendi të ketë një kryetar opozite si Maria Corina Machado, që bota t'i jap çmimin Nobel, jo për ndërtim kullash pa leje nga Maduro, por për avokatin ndaj të drejtave dhe lirive themelore të kombit shqiptar. Pyetja pse SBA nuk e trajton Shqipërinë njësoj si Venezuelën, buron nga një keqkuptim I thellë mbi mënyrën se si funksionon politika e jashtme amerikane. SBA-ja nuk vepron mbi baza morale apo emocionale, por mbi interesa strategjike, energjetike dhe gjeopolitike. Venezuela u përball me presion maksimal sepse zotëron rezervat më të mëdha të naftës në botë, refuzoi bashkëpunimin ekonomik me SBA-n, ndërtoi një ideologji anti-amerikane, u pozicionua pranë Rusisë, Kinës dhe Iranit. Në këtë kontekst, SBA-ja ndërtoi dhe mbështeti një opozitë të pranueshme ndërkombëtarisht si alternativë politike. Shqipëria, përkundrazi, është antare e NATO-s, nuk ka burime strategjike që sfidojnë interesat amerikane. Ka një qeveri që bashkëpunon me SBA-n dhe strukturat perëndimore, përfaqëson stabilitet jo kërcënim në Ballkan. Prandaj SBA-ja zgjedh të menaxhojë Shqipërinë përmes diplomacisë, reformës në drejtësi dhe sanksioneve individuale, jo ta destabilizojë. Thelbi I analizës është se ndryshimi politik nuk importohet nga Washingtoni. Ai vjen vetëm kur një vend prodhon vetë një opozitë me kredibilitet moral, kauzë reale dhe mbështetje ndërkombëtare, jo përmes figurave të diskredituara apo iluzioneve për ndërhyrje të huaj.